Ditë të lindë, Sahitin, djemë tjerë, sikur edhe gjithë nëna tjera të cilët linden dhe rritën djemë për të dhënë Kosovës tonë, që sot ne të përmën lirë, që jemi sot të lirë. Në emën të dy shoqatave të dalura nga lufta, ftoj Zotin Ahmet Zhoti që të merr fjalën e rastit. Ka para të bëj është pak, gjithë një para të bëj kërkohet më shumë. Kjo është kauza e luftëtarëve të ushtrisë ligjore të Kosovës. Në momentet vendimtare kur e ardhmja e Azbeut dhe fati i kombit ishin para dilemës hamletiane. E nderuar familje e Sait Faqit, të nderuar veteranë të ushtrisë ligjore të Kosovës, të nderuar përfaqësues të Kuvendit Komunal të Malishevës, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, shoqatës së veteranëve të luftës, shoqatës së invalidëve të luftës, SOÇK-s dhe familjet të dëshmorëve, i nderuar Mulla Ali Gashi, përfaqësuesi i Bashkisë Islame të Kosovës. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta e ushtrisë ligjore të Kosovës, Dega në Malishev, ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë komemoracion me rastin e rivarrimit të veteranit të ushtrisë ligjore të Kosovës, Sahit Mehdi Faqi. Në synim të fuqizimit të vlerave të ushtrisë ligjore të Kosovës, në mars të vitit 2013, shoqata veteranëve të luftës e ushtrisë ligjore të Kosovës, Dega në Malishev, veteranët e ushtrisë ligjore të Kosovës dhe qytetarët e fshatrave Caralluk, Shkarashnik dhe Tërpez e Ult, caktuan lokacionin e varrezave të veteranëve të këtij lokaliteti. Për memorizimin e këtyre vlerave, me 25 maj të këtij viti, ne përulluam edhe memorialin e varrezave të veteranëve për të shënuar në kujtesën historike kontributin e tyre për luftën çlirimtare. Veteranët e ushtrisë ligjore të Kosovës ishin bashkë në kohët më të vështira, kudo në betejë me forcat armike, janë bashkë sot në funksion të zhvillimit të vendit, do të jenë bashkë edhe në prehje, në dheun për të cilin kanë luftuar me vetë mohim, ndërsa ky memorial do të shënoj përjetësisht dhe do të fuqizoj luftën e ushtrisë ligjore të Kosovës për liri e pavarësi. Që nga sot, 9 muaj pas vdekjes së tij, në këto varreza do të prehet në paqe trupi i veteranit të ushtrisë ligjore të Kosovës, Sahit Faqi. Sahit Faqi u lind në 27 janar 1964 në Shkarashnik, në një familje me traditë advetare. Në fëmijërinë e hershme, krahas lodrave, pjesë të jetës kishte edhe advetare. Mësimet e para i kishte kryer në shkollën fillore në Caralluk, ndërsa shkollimin e mesëm e kishte nisur në gjimnazin Luiz Gurakuqi, paralela në Kiev. Në këtë periudhë kishte filluar formimin e personalitetit të tij, si një nxënës i etur për dije dhe i përkushtuar për lirinë e Azevit. Ishte kjo kohë e zhvillimeve kombëtare, e manifestuar me demonstratat e tërë të nishit, me motën Kosova Republik, në të cilat Sahiti kishte marrë pjesë aktive, si pjesëmarrës i këtyre demonstratave. Nga pushteti atëhershëm SPSL, Sahiti u përjashtua nga shkolla. Përkundër kësaj, aktiviteti i tij vazhdoi në pjesëmarrje aktive në demonstratat e vitit 1982 të organizuara në Kiev, pas të cilave shumë profesorë të këtij gjimnazi ishin përjashtuar nga mësimdhënia e pastaj ishin burgosur, ndërta edhe Azem Syla, Preng Buzhala, Hamid Dobruna, Sokol Kryeziu e Bilal Kryeziu, si dhe ishin përndjekur shumë nxënës, pjesëmarrës në këto demonstrata. Edhe Sahiti ishte arrestuar dhe ishte keqtrajtuar në stacionin e policisë si organizator i këtyre demonstratave. Në 1983 Sahiti kishte vazhduar shkollimin në gjimnazin Luiz Gurakuqi në Klin. Pas përfundimit të gjimnazit, në vitin 1986
ishte regjistruar në shkollën e lartë pedagogjike në Prizren, dega e matematikës. Por atë vit, ëndrrën e diturisë e kishte ndërprer për të ndjekur rrugën e mërgimit. Që nga viti 1986, Saiti kishte vazhduar jetën e mërgjimtarit duke kontribuar për mbjetesën e mirëqenien e familjes. Në 1997, kur lëvizja studentore drejt rezistencës aktive i kishte parapri luftës çlirimtare, Saiti ishte kthyer në Kosovë. Posa trokiti ora e historisë, Saiti ju bashkua idealeve të Adem e Hamaz Jasharit, Fehmi e Gjev Ladrovsit, Zahir Pajazitit e Hakim Zenullahut, Edman Hoxhës, Elvan Haradinajt, Agim Ramadanit e Imer Krasniqit, Hamdi Berishës e shumë bashkëluftëtarëve të tjerë, tashmë dëshmorë të kombit, për të dhënë kontributin e tij për çlirimin e Azeut. Në 6 qershor të vitit 1998 u inkuadrua në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në njësitin bardhë në Shkodër, për të vazhduar deri në orët e fundit të lirisë në kuadër të brigadës 101 Hikmet Jashari të zonës operative të Pashtrikut. Saiti kishte marrë pjesë në shumë betejë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, në sulmin kundër forcave ushtarake serbe në aksin rrugor Taralluk Malishev afër Breshtave në 8 tetor 1998, Saiti kishte marrë plagë të rënda trupore. Pas kurimit në spitalin ushtarak në Shalë, ende pa u mbyllur mirë plagët trupore, Saiti ishte kthyer në rreshtat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe ishte emëruar komandanti i skuadrës së tretë të brigadës 121 në fshatin Tërpez. Gjatë gjithë kohës, Saiti ishte vigjilent e sipatrembur në betejë, i dashur e i respektuar nga ushtarët e tij. Gjatë ofenzivës serboslave të vitit 1998, nga forcat barbare serbe, ishte vrarë edhe babai i Saitit, Nebi Sadik Thaqi, kufoma të cilit ishte gjetur pas disa muajsh në lugun e Pajillave. Lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës e mbështetur nga Aleanca Ushtarake e NATO-s rezultoi me dëbimin e forcave militare e paramilitare të okupatorit serboslav dhe u kurorëzua me çlirimin e Kosovës. Pas agimit të lirisë, Saiti kishte kontribuar për promovimin e vlerave të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në kuadër të shoqatës së invalidëve të luftës së UÇK-s, dega në Malishev. Jeta e tij u ndërprer nga një sëmundje e rëndë në moshë të re, më 15 shkurt të këtij viti. Saiti la në pikëllim nënën, bashkëshortën, 2 djemë dhe 5 vajza. Në pikëllim të thellë e kujtojnë familja e Farafisti, e kujtojnë shokët e tij të luftës e të idealit, që bashkë me dhembjen ndajnë edhe krenarinë për të. Saiti gjatë gjithë jetës së tij u cilësuan nga virtytet e larta që na bën krenar: fisnikëria e urtësia, besnikëria e guzimi i pashoq ishin pjesë e zemrës së tij djaloshare. Humaniteti e solidariteti ishin pjesë e jetës së tij. Vetmohimi për atë dhëje për liri në çdo kohë e rrethan na bën të jemi krenar për veprën e tij. I lehtë i qoftë dheu i Kosovës së shtretë. Faleminderit. Faleminderit Dr. Ahmet. Ftojmë një antar nga familja që përshëndet gjithë juve dhe këtë ceremoni. Të nderuar të pranishëm, bashkëlëvizituar, reprezentantë të qeverisë kombëtare, përfaqësues të Bashkisë Islame dhe përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta. Në emër të familjes së Saitit dhe familjes Thaqi, ju falenderoj që edhe herë po jepni mend dhe respekt për ta rrosur vëllin tonë Saitin. Kjo pllakë vendosur këtu ku me mbështimin veteranët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, është e qelluar dhe respektuar shumë, ku brez pas brezi fëmijët tonë do të respektojnë në mënyrë më të mirë se e meritojnë këta ushtarë. Për këtë vend këtu merita më të mëdha ka Hazem Muharrem Thaqi me shokët e tij,
ku u zotërizu edhe nga kryetari i komunës Argjet Begaj. Është qelluar dhe respektuar. U qoftë i lehtë dhëri i Kosovës, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi gjithë ushtarëve të UÇK-s, që sakrifikuan jetën për lirinë e Kosovës. Ju falenderoj. Me siguri se mos të ishte angazhimi lufta dhe gjaku i derdhur nga pjesëtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kosova nuk do të ishte e lirë, prandaj edhe një herë lavdi të gjithë të rënëve, të cilët me gjakun e tyre në vend që sot ne të bëjmë ceremoni dhe të jetojmë të lirë në Kosovën tonë. Të fillon ceremonia e rivarimit. C'è da 30 de demone da ponora. Hadi be yapın. Şkanları kapını. Ja, dan familjarë që do. Just Ești tragi, duce mă se în zane. Hadi.
Po drejtë. Atë bëra se të mora. Ka vazhdim. Bek. Po bek. Hiç sa dros ne, kur atë letra që sa dros për mirë. Po jo, mirë, mirë. Për 70 me drosi me si për miqte. Fëmija, mos të largohen e përbac. Rëni, vetëm fëmijat largohen. Ikë mos e vrone kone, kush e tani pse me... E drosa më rom, ku e drosa më rom? Dhe manat ato, manat e dan.
Rëni ka pak atje, rëni. Visst var det bra faktiskt jag faktiskt början. Sätt in. Sätt början bra början. Rör på. Sätt in. Vad sätter? Nej. Sätt ner på den bra. Det är bara för Morso. Ja, han är satt nu men.
Oppure poi ni do den. Oppure ma aspettavo il pezzettino, ma te ne avevo fatto un più quello per capire a noi sono vedete, faccio per أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلهم من الله وملائكته وكتبه ورسله نفرق بين أحدهم فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل سيدنا محمد ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المسلمين إلى صراط مستقيم تنزيل لا في رحيم كان من قدر آباؤهم غافلون لقد حكى الكتاب ولا أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناق مغيرا سيد للأسقان المقوم وجعلنا من بين أيديهم سدا من خلفهم سدا فأكشناكم لا يبصرون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذر لا يؤمنون إنما تنذر من اتباعك وخشي الرحمن بالغيب فبشر الماكرون أجر كريم إنا نحن نتاوى نسلم ما كتبوا وتعالى كل شيء نسمع في إمام الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس من الجن والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه المسلمين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على حسن من ربهم أولئك هم المفلحون صدق الله العظيم آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال في كتابه كل نفس ذائقة ثم إلينا ترجعون والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اللهم ربنا وتب لنا يا مولانا إنك أنت الدوار رحم الله بجل هذا كرم يا رب العالمين اللهم بلغ ثواب ما كان ونور وصلنا إلى روح سيدنا محمد والمؤمنين والناس والمسلمين والمسلمات الأحياء من باب رحمتك يا أرحم الراحمين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا لقوم كافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام الحمد لله رب العالمين الفاتح وزوق الله خير الله يجزاك الله يفوق من نير ديما هي تريد ديما هي ديما لا سير بدل ما تقول أنا ما كوني ورا بدل ما موتي سكان في الجيل تشوفه وش نور ناس هذا Det är en boll alltså, runt på bara. Det blir på bara. Vad säger du? På bara. Vad var det?
Hadi. Alena, flytta med. Hadi Akren. On vient vous choisir, quoi. Je suis là qui n'est plus dans le bon.